Normal, jam i mërzitur sepse nuk luajtëm mirë. Në këto momente kur e shef që skuadra nuk është mirë, duhet jesh më pragmatist, duhet mos pësosh gol, duhet jesh më cinik te rastet që të krijohen. Duhet ta fitosh thjesht nesër. Ne duhet edhe kur jemi mirë, edhe kur s'kemi gjendje fizike të mirë, se thosh edhe më përpara që dëmtimet takon kur zhu shumë për formën fizike të shumë lojtarëve, por duhet jetë më cinik, duhet jesh më racional, duhet ta dash lojën. Mundohesh ta fitosh me një episod, mundohesh me fitu me pak raste dhe mos pësosh gol. Sot humbëm edhe raste, si ishim konkret për raportet, s'kishim qartësinë për raportet. Normalisht duke menduar me kërku golin për me fitu, lam hapësina mbrapa, por du të them që ishte një lojë e mirë jonë. Menduar për këtë punohet. Unë kam i shprehje që ja them çunave sa herë. Nëse do të jesh me më të mirë, do të fitosh me më të mirë. Deri sot ishte vend parë. Me kalimin e kohës duhet me respektu se mënyrën se si edhe vllaznia po luan, mënyrën se si po interpretojnë futbollin, ka konceptin e vet, ka filozofinë e vet, është zakonisht si them e matur edhe mënyrën se si ka zgjedhur lojën, me mënyrën e lojtarëve që ka, por unë merrem kam dikim të ekipi im, kështu që do flas për ekipin tim, do themi që ne po rritemi çdo ditë në çdo ndeshje, mënyrën se si e interpretuan sot ekipin djem, mënyrën se si e transmetuan në fushë, jemi zakonisht të kënaqur sepse në këtë lloj mënyre kishim edhe përgatitur. Kjo më jep akoma më shumë kënaqësi përveç fitores. A donim fitonin, po ku ka më mirë se të fitosh edhe Shkodra? Kampionati është i gjatë, nuk ndikon. Normal që ne duhet të rimarrim sa më shpejt forcat, sepse kemi ndeshje ditën e 8 kundër Vorë, që është një ekip shumë i mirë. Ekipet kallëzojnë karakterin e vet në atë kohë që udhëzohen. Kur udhëzohesh duhet të muçuar shpejt dhe besoj edhe kam djem që karakterin e kanë tillë që mas një ramje stok duhet të çohen shumë shpejt edhe besoj të ta çohet. Mund të ishte që më i lartë për ne. Me gjithë respektin, nëse do shohim gjithë aksionet, gjithë rastet e goleve, mendoj që kishim më shumë raste për gol ne. Do të ne pranu sot. Me gjithë respektin që kemi për vllaznin, por është një fjalë e urtë që nëse do të respektosh kundërshtarin apo kundërshtari të respektojë ty, duhet të respektosh veten tënde. Kam menduar gjithmonë që se kam mënyrën se si ka interpretuar ndeshjet, mënyrën se si ka luajtur në fazën defensive, thashë është skuadër cinike, skuadër që let kundër sulmit, skuadër që han pa gola. Edhe unë që në fillim e kam thënë që Teuta mund të jetë një ndër ekipet që mund të kenë final fort. Me të ngrënën të rritet dhe oreksi, por kemi kohë. Jemi të vetëdijshëm, jemi ndërgjegjshëm për punën që bëjmë, për punën që kemi nisur, vetëdijshëm, kemi ndërgjegje komplet nga drejtuesit deri te djem, që jemi në proces, por rritemi çdo ndeshje.